Vllaznia kualifikohet me kupë me golin e Elman Doxhinit. Urim Vezini. Shumë faleminderit, një neshje shumë e vështirë, po Gradici meriton komplimentet e veta, po ne ndërguam në fund se jena ekipi më i mirë. Çfarë ndodhi që u vunua kaq shumë goli dhe pse ishte e përsia e dukshme në lojë? Nuk ka puna se u vunu, po të dy ekipet kanë treguar dëshirë dhe grim të lojë dhe besoj fati na ndihmoi neve. Vllaznia u kualifikuar, por Gradici rrezikoi seriozisht në 2-3 momente. Por edhe më tepër. Futbolli është për atë punë, po besoj që e kena merituar ne me fitu. Ky kualifikim tregon se Vllaznia ka oreks për trofeun e kupës? Ne kena oreks gjithmonë, gjithmonë kur luajmë këtu, sidomos Shkodër, kena oreks gjithmonë me luajtë. Në Gërzakon det ekipi për golin, dhe sot ja vlen një gol kualifikues për Zinin. Dedikim Shkodrës, krejt Shkodrës. Elman do të përkurë ndeshje shumë e rëndësishme do ndaj Shkodrës kampionë në kursin e kampionatit. Besoj që të ketë vlerësimi maksimal nga Vllaznia. Po normal, është një ndeshje shumë e vështirë dhe na tu përgatit shumë mirë për këtë lojë dhe besojmë edhe shpresojmë që do t'ja dalim në këtë ndeshje. Është një tip finale parakoshme, kështu po thuhet në opinion. Mendoni që ndikon rezultati i kësaj ndeshje për vazhdimsinë? T'jep konfidencë normal, po ne jena profesionista, ne e dim ç'a bëjmë, veç të bëjmë punën tonë. Kjo mini fazë përgatitore sa ka ndikuar Regjinin në aspektin personal, fizik apo diçka tjetër? Ai kemi kanë gjithë grupi bashkë, kemi nejtë bashkë dhe besoj që kena grup ma grup. Edhe besoj që na ka ndihmuar edhe ma shumë lojë me gjithë një tjetër. Publiku pret fitore të mërkurën ndaj Ignatius për të kompensuar edhe të barazim që nuk i merituar në fund fazës. Ata të presin fitoren, po ne bëjmë punën tonë, tash bëhet ç'a bëhet. Futbolli është. Suksese, faleminderit. Faleminderit.